إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Falënderimi takon Allahu Dhul Gjelal, I cili na ka bërë pjesëtar të dinit islam. Salavatet dhe selamet janë mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të pastërt, mbi shokët e tij të trima dhe besnik, dhe mbi të gjithë ata të cilët kanë dëshmuar që Allahu një është dhe se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është I dërguari I fundit I tina. Lezën, janë do punë të cilat na muslimanët I punojna për çka? Për me kallëzu që jena të pastërt. Mas për herë, a keni pa, kur na lind dani gjallë, halo pa I bën 7 ditë, e bojna sunet, e dikush krije 1 vjetja, dikush krije 2 vjetit, 3 vjetëva, 7 vjetëva. Edhe pastaj kur e bojna sunet, çka? Kena qef me thirr dani kanë mi kallëzu që ja kena vënu peçatin. E kena bon hazër këta, apëton. Po pastaj çka? Kur vina në xhami këto, mendoj që këtë keni morë abdes për marrë. Po dikush jo veç abdes, po edhe tush ka bo. Po masane çka bojna, kena qef mi pastru dhamt me misavaka, me qetka, me kollandanta, me shka donë. Po masane çka, kena qef me veç, dani tesh pak ma të mirë se e gjumosët. Po kena qef shka dhe mu parfimos. E dikush parfimosët dhe thot me 2 rial, 3 rial, ama dikush edhe me 100, 200, 300, 500 euro, varsisht për parfimi shka e ka. Për shka? Që për me dëshmu që jemi një umet I pastërt. E inshallah Allahu Dhul Gjelal na pastron. Edhe Allahu Dhul Gjelal na ka kallëzu që jena qështu. Për ka, mas për herë për shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pastaj për ata shka I pasojnë shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E nëse dikush I pasojnë shokët e tina, pa dyshim që na jena. Se kur ti thuish dikujna për dani shokët e pejgamberit, ti e he kapuqin. Apo këta. E inshallah Allahu Dhul Gjelal që përblen. Për këtë këto vepra të mira. Për atë arsye thot Allahu Dhul Gjelal në Kur'an: Le mesgjidun ussisa ala taqwa min awwali yawmin. Që e xhami e cila ndreq pit parës dit për takvallëk. Ka për qëllim Allahu Dhul Gjelal këto për xhamin Kuba. Fihi rijalun yuhibbuna an yattahharu. Në ta thot ka burra të cilët kanë qef me u pastrue. Wallahu yuhibbul mutahhirin. Allahu Dhul Gjelal I don që ata shka pasrohen. E na pra jemi që ta qka dunjoja na ka lakmi për kejtë që të punë shka I bojna. Për shka? Për atë arsye se ma I pasrët se muslimani nuk ashtë as krijetari I komunës. A din që ja van vetit nalt me kravate, me teshat, peglata sen, po me bo me këshirë krijetarin e komunës nuk I lanë durët një 5 herë në dit. Amna 5 herë në dit I lajna durët për hir të Allahu Dhul Gjelal, morna abdes edhe falmi namaz. Ashtu që muslimani është dhe thot ma I pastërt se çdo kush në sipërfaqen e tokës. E inshallah Allahu Dhul Gjelal na pastron. Por nuk është puna me pastru veç trupin, po do të me pastru edhe zemrën tonë. Për shka? Për atë arsye se njëherë para se me hinjonin në xhami, pejgamberi tha që kishka ka me hinë qëtaja për gjenet live. E kur e pa, një njeri rëndomt. Apet për zdyti qashtu, apet për sreti qashtu, e ju bo marak Gjallit Omerit radiallahu anhu me këshirë si shka ban ki njerë. E shkoj musafir të shpeja tina, neti 1 dit, 2 dit, 3 dit, kur gjo, s'ka di shka ma shumë se ketë musliman qërë shka I bojnë. I tha në oti dos, a dim pëse ku mardë musafir të ti? Jo, tha, e kum një pejgamberin të thonë se e për gjenet live, po du me di qfar punë e ban ti. Po Allah I zbajnë kur gjo ma shumë se qërtë. Që ta shka I bojnë qërtë, që atë adhone. Ama tu bo me shku I tha,
nisen e baj unë shka ti nuk e shef. Sa herë kur bi me flet, e baj zemrën e pastër ndaj ketë muslimanëve. Dhe thot ashtë me rëndësi me pastru zemrën, po me pastru edhe trupin, që Allahu Dhul Gjelal më kanë razi me veprat tona. Për këtë arsye, na o vëllezër, shpesh herë kujtojna që sadaka çka është, më ja dhon dikujna 2 dinar, ja 3 dinar. E ka dënjerë qatë sadakajnë tona, e prishna na, me lafet tona. Po be ke filani, i një mova, ja pagujta shkollën, i dhash me hangër buk, e kishte një borgjë. Më ka dosa ditë ma, pëjtan, të më lipën, a mërë vesh. Ti edhe ja ke dhonë, edhe masi që ja ke dhonë, i prish sadakajnë tone. Po nuk ka veç kjo sadaka. Ha? Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, at-tabassumu ala wajhi akhika sadaka. Veç mi u busqesh një vllavit tan, a din? Mi u busqesh, s'ke fol kur gjon hiç. A sadaka. Po me fol një fjalë të mirë, a sadaka. Po e rifi tu bon me hipën te kali aty, ti animon pak me hip te kali ose ja ngat strajcën, a sadaka. Po ke hip në autobus, e sheh një plakja, e shef një plak, qohesh për venit, ja shlon atina, sadaka është. Po i sheh 2 veta të përlati, hin mes, minda ato, është sadaka. Po jetë ja mësu dhe një kujna një fjalë, të bukur të mirë, ja Kuranin, është sadaka. Shumë vepra të cilat na i punojna, janë sadaka. Ti do thot nuk i llogarit, ama Allahi të i llogarit. Ti ka llogarit edhe hapat shka ke ardhë për shtëpisë tone për me fal namazin këtu. Sa hapa i ke bon, tu kanë shkrujt sadakata Allahu Dhul Gjelal. A i ke bon plan qëta? Kur kush të ka bon plan për neve? Që jam të shkun në xhami, e sa hapin të baj, mu Allahu Dhul Gjelal ma shkun sadaka. Ama Allah i ta ka shkrujt. Ashtu që se cilën vepër me një jetë mirë të cilën e banë muslimani, e ka sadaka. Për atë arsye ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith shumë interesant, të cilën hadith e transmetojnë këtë librat e hadithit, edhe Buhariu edhe Muslimi. Kur thojna për Buhariu dhe Muslimin, do të thonë që është hadith në të cilën nuk ka të thotë dyshimin ta. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, el iman bid'un wa sab'una shu'batan. Puna e imanit, a do në me di që a ki iman të zemra jote, a s'ki? Ha? Ka thonë, ashtë 70 e kusur pjesë. Fe afdaluha, ma e mira, për këtër në qka ashtë, me thonë, la ilaha illallah, Muhammed Rasulullah. Qëtë fjallë shka e thamë na, qëtaj, para gjumoj, kjo ashtë ma e mira. Wa ednaha, imatatul edha, anit tarik. Ma e vogla qka është me largu një penges prej rrugës muslimanit. Me largu një penges prej rrugës muslimanit. Dhe thot ma e nalta, me thonë la ilaha illallah. Po edhe një penges me largu për rrugës është prej imanit. Do me thonë që je muslimanti. Pse se e shen një guri, e largon për rrugës, a qakit guri ja ka kurtalis shumë rotat muslimanve. Po edhe kjo musliman nuk ka më rëndësi. Pse se ti e bon sebeb me largu qatë guri. Ashtë një njeri cili ka me hinë gjenet. A din shka ka bon? E ka par një therë në rrugë edhe e ka largu. Për qatë therën shka e ka largu e për rrugës, Allahu Dhul Gjelal e ka bon nasib gjenetin. Ashtu që shumë let ashtë me hinë gjenet. Veç banë burri mirë. Banë burri mirë edhe qatë punë shka e banë e për hirë të Allahu Dhul Gjelal, e Allahu Dhul Gjelal na falë të gjithve. A kena mundësi, se cili për neve kena mundësi dhe thot, mi ban këtë sadakaja, pa dhanë pare heq, veç me punu për hirë të Allahu Dhul Gjelal, e inshallah Allahu Dhul Gjelal pranon prej neve. E kullu qawli hadha, wa astaghfirullahi li wa lakum, wa akhiru dawana, elhamdulillah. الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين.
Po du me kallëzu një histori të maqme, do thot I ka ma shumë se 25 vjetë. Nëse ju kujtohet, kur patëm na konflikt këtu, mes shqiptarëve dhe maqedonëve, apa të ardhen Solona me na I rregullu punët e tona këtu. A ju kujtohet kjo, ajo? Këto shkajnë pak ma pleq, I mojnë men. Orhana po të kujtohet. Ama, ato kur vinë këtu, e shofin se aeroporti I Shkupit është I rrezikshëm. Shkon Zhdrip me ballon ku në Ohër. Edhe pi Ohërit me kert blindum vjen në Shkup. Edhe to ardhë Shkup ka ona gjatë këshirë minare, ka ona shpajt këshirë minare. Kërqovë që ashtë minare. Gostivar këshirë minare. Të to më mos të folë bja. Po në Shkup më të hi, mashallah, 2 minaret më doja. Edhe e kishton një laf, të cilin laf ma ka të regu e kush për këthysi që ka konë mrejna ati në kërë, I cili për këthys a bon për Ahmet, nësë ju kujtohet një kërë që ka patra nanën e të tovës atë jelë malësi në bume, e një për atinve për këthysu a konë edhe qëki Allahi joni, inshallah Allahu dhul Gjilali ka bon nasib gjenetin. A din tha shka tha Solona? Tha shka po dojnë tha këto tha kur veni koka I muslimanve. E qysh e diti Solona që veni ashtë I muslimanve? Ha? Po e diti se bepi se ju keni ndërtue shenja në këtë vend. E që ato shenja nuk janë veç për neve, për muslimant, por janë edhe për jo muslimant. Kur dikush ka përcen këtu pari, kur ta shef këtë gjami, thët, pas ka këtu do musliman që ka pipikan Allahit në sejdë. Pas ka këtu do besimtarë. Pas ka këtu do njerëzi që ka përmen kanë Allahun dhul Gjilal. E ka dhe njëherë, veç me ndreq një dishka, pa marë parasysh se ku e ndreq, ajo dëshmon që e ki ven ka burrat mirë. Ashtu që ketë këto gjamia të cilat për I sheftit bukra të mira, nuk ne I ka ndreq shteti, për I kina ndreq vetë. Edhe alhamdulillah, kena gjamia shka kushtojnë shumë pare, për I ndreq me shka me njerësën tonë, inshallah Allahu dhul Gjilali I shpërblen. Ashtu që këtë muhabet pëse pe kallëzoj për atë arsye se është një katon në malësien e Karqiakës, e ka emnin Aldinc, e gjunahat janë të ndresh një gjami atje. Por katuni mo është prazë, në atë vaktin e vetë akon shumë I madhe, ma që taj dhe thot është prazë, kur këtë katunët e malësis shkajnë në shprazë. E ato shka jetojnë atje, plus me këto që kanë ndra këtu poshtë, kanë mledhë pare edhe kanë bo devam edhe alhamdulillah, ja kanë qitë kubën, edhe ja kanë qitë teneqen, lastrën, po kanë me, dhe thot edhe për pak. E kanë nevoj, dhe thot, për ndihmën tonë. Sukur nash ka kemi pas nevoj për këtë gjamien tonë, shka kina shkuna për qosh dënjojës, me shku me ju li pare për me ndresh këtë gjami, edhe ata kanë nevoj. Ashtu që qaj I cili ka mundësi me ndihmu këtë projekt, inshallah Allahu dhul Gjilal, ju ndihman. Ata nuk po lipin për neve pare. Ha? Se pare këtë mujna me dhanë. Po nëse ka dhe një kush dhe një ploq, ose nëse ka dhe një kush dhe një kabela, nëse ka dhe një kush dhe një tepika, dhe një lustera, dhe thot, edhe pare, nuk prish punë, se mujnë me ble këtë këto gjana. Po me shkat mujnë me ndihmu, me lutjet e juja, me duat e juja, me punët e juja, inshallah Allahu dhul Gjilal, ju shpërblen. Gjamia sot është ndërtim e sipër, e nesër mshelet mo. E kur mshelet edhe me dasht me ndihmu mo, së në ndihman. Ata të cilët kanë mundësi me ndihmu këtë projekt, inshallah Allahu dhul Gjilal I shpërblen. Mos harroni se sot do vëllezën, është ditë e gjuma. Është shumë se vapi madh me qu sadaka mbi ka, mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Me qu salavat mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam është sadaka. E po, jepi një sadaka për shpirtin tanë, nëse donë me të përmen me laqet të Allahu dhul Gjilal. Për një herë shka e qënë salavat, ato ka 10 herë ti përmen. E përmen me pra pejgamberin sallallahu alaihi wasallam me salavatet mas gjedhërat të cilat janë Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, kema salajta ala Ibrahim fil alamina innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, kema barakta ala Ibrahim fil alamina innaka Hamidun Majid. ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين إن الله يأمر بالعدل
والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون